E inshallah nuk shaj unë sot. Unë lutem te aty. Të gjithë mbajtëm zi për vrasjen tragjike të Martin Thanit. Tash në ëndër dhe mua afru, po shumë i bukur. E thash, po Martin, po se le mami. Qa frike kemi ne nga vdekja? Çdo moment jemi në kontakt me të, po ne, domethënë, në një farë mënyre e kemi shtypur që të mos përballemi. Kur kishte momente që më vitet ta merja në telefon, shqetësohesha. Thosha, po, fillova ta mohoj që ka vdekur. Ti ke humbur vajzën tënde, 4 ditë para se të lite. Pra, dola me një kuti të vogël me gjanat e lunës të një shtëpi ku gjithçka ishte gati për lunën. Aty ka qenë momenti ku unë personalisht jam një ma bosh. Që edhe pse vdekja mund të mbyll një jetë, nuk mbyll dot një marrëdhënie. Babai im, domethënë, shumë shpejt, as 6 muaj pas vdekjes, domethënë, kërkonte të jetonte me dikë tjetër. Dhe një javë para se shoqja ime ngushtë të lindte, diagnostifikohet me tumor në kokë. Kjo nuk është e drejtë. Pse është lision atje dhe nuk jam unë? Po pse ndihet të rëndësishme t'ia thuash këtë vajzës në këtë moshë? Në radhë parë sepse ne shkojmë shpesh si familje te Luna, edhe vizitojmë varrin e saj. Thash të ndoj qaj, por s'ashtu datë.